Më shumë se gjysmën e jetës e ka kaluar me ditar në dorë, duke përcjell gjenerata të shumta. Ish mësuesi Sami Haxhi Musa, nga fshati Doganaj e Ferizajt, I takon brezit të mësuesve që ndërtuan themelet e arsimit në Kosovë. Tash si 88 vjeçar, Haxhi Musa kujton kohën kur mësimdhënia ishte më shumë se profesion, ishte mision për të. Ngreme kam punu 37 vjetë gjys, ashtu, edhe statin Moravës edhe në Goshic kam punu fillim. E kam kryrë normalen, jem gjenerate 56-61 normales, Prishtinë. Në atë kohë ka shenën I dirigjume, më kanë caktu me shku në statin, shkollën Liria, një 7 vjeqare ka shenë. Prej aty hytë zvanoj pak se na jemi gjenerat që kemi do në gjysmëtar në detyrë. Se ishte nevoja për mësus, e pranej më qunë në Goshic. Goshica ishte një shkollë e madhe, quhet shkolla Zënën Hajdini, bile e kam edhe një mirë njohje për asaj shkolle. Mandej kam shku ushtar, pe ushtrijës kur jam këthy, jam shku në fshatin Ngremen 1965. Pe aty të ne 2002 jam pensionu. Po më thonë se në atë kohë të vjeqare, jam konë si arsimtari I matematikës për fjalë tjera. Unë mësus kom qenë, po e kom kry punën e arsimtarit. Në fillimet e tij si mësues, udhëtonte me biçikletë në mungesë të transportit. Për ish mësuesin, kjo nuk ishte sfidë, sepse mësimdhënia ishte profesion I zemrës për të. Çështja e udhëtimit ka qenë shumë vështirë se s'ka pas mjete komunikacionit. Një autobus, bje fjala unë dëshke me shku në Vitin e në Goshic. Vështirë me zonë një autobus në zonë këven, shumë herë në mramja u dëshke me nëzirë biletën e me siguru për me shku. Mirë po, s'keshe mundësi ashtu, që me bo me bicikletë për më thu. Pikë dunhit, gjithë mundën njësë ra gjysore para kohës, s'paku, që mu më prysh bicikleta e nërshën rrugë dhe pa bo asë një munges të uja. Sami Haxhi Musa ndihet krenar që fshati Doganaj shquhet për kuadro të shumta në arsim e fushat e tjera. Kemi pas shprehi punë shumë. E pranej na kemi pas dëshirë me punu. Mirë po populli edhe ma tepër na ka përkra, edhe na ka dasht në atë kohë. Atë këtu nuk I kanë quë vajzat shkollë. Unë jam thuja se mësus I parë I diplomu me fjalë tjera, se për ndryshe kom pas edhe 2 kushëri tjerë, Ramushi, mësusi Ramush, dhe mësusi Jup. 88 vjeçari Haxhi Musa thot se për të mbetet nostalgjike periudha më hershme e mësimdhënies, krahasuar me ditët e sotme. Sa I përket në asaj kohë, mësimdhënia ka qenë në nivel dorë, se unë po flasë për gjeneratën time, të gjithë kanë qenë si cili ma I mirë se shoqi, si mas menimit tem, se për shoqë ma pak shkollë kemi pas krasim me tash e ka si cili shkollën e lartë ose po në atë kohë unë veç mësus kom qenë me 12 vjetë shkollë. Në të nishin kom diplomu shkollën e nartë pedagogjike në Gilan.
është punu shumë. Kemi pas vullnet me punu. Nuk kemi këshyrë na sa po punojmë, po qysh me punu sa ma mirë. Edhe jemi dalë mësus suksesëm. Unë në atë vjeqara kër kom shku, kemi qenë në 3 vetë diplomu, më thuja. Tjertë pa diplomu, po e kanë kry punën e mësusit diplomu. Rritën me thonë, atëherët na mësusit kemi qenë të lirë në atë aspekt. E kemi dhonë mësim, qysh ne ka morë menja, kemi pas edhe na këshilltar pedagogjik, inspektora, por ata na kanë këshillu qysh me zhvillu mësimin sa ma mirë. E tashti, po mënojnë këtë kohën e sasme, disi mësusti jam kanë lidhë durt, nuk janë të lirë mësim dhone, po më duket. Ma tepër po punojnë në administratë se sa mësim. E mua kjo nuk më pëlqen. Më pëlqen shka po mëson zonësi. Po më shtje me full, nashta përvjen si pa lidhje me livdur atë ko. Atëherë kemi bo edhe mësim, edhe arsimim, po edhe edukim. E tash për tash, mendoj që arsimimi mund tjetë nivel, po edukimi nuk është nivel. Pje fjalla, atëherët kemi taku një thmi, pa të thonë mirë dita s'ka metë, tashti sot as mirë dita nuk po të thotë mija, po i ka një të metë edhe telefonat se a i me telefon dorë s'po shë edhe ka ato shku. Në të punon në arsimtarin, në të tërgon vetën në mësim, atë nashta po mirën ka pak edhe nashta me politikë, po arsimtari s'ka punë me politikë, ka punë me nxasë. Edhe unë i preferoj edhe të mirë, këmë thonë, arsimi është shumë i vlefshëm, pa në vazhdo në. Edhe pas mbi 2 dekadash si i pensionuar, Haxhi Musën nuk e harojnë asnjëherë ish nxënësit e tij, thekson ai, të cilët e vizitojnë her pas here. Fshatin Greme që atë kam për ty në inxhinjera, mjek. Bojnë respekt madh tash, kur kam një kontakt me ta, sikur nuk di se çfarë përshkrimi me bo, qash që mdojnë edhe i du me fjallë tjera. Po përmeni një mjek është Besim Ademi, a i kur më shë mu, do këtë po rritet se ka qenë i vogël, edhe në klasë pare kom mësu, edhe në masandej, jemi shumë e dojmë një një tjetërin, jo veç atë Besimin, po edhe tjertë gjithë. Rrugës së tij si mësimdhënës me mbi 4 dekada përvoj pune në arsim, u drejtuan edhe 3 vajzat e tij. Ndërkaq, pensionimin po e shijon me praninë e mbesave e nipave të tij. 6.000 kam, 3 vajza 3 djem. E kam rejen arsimtare, i kam qikat të shkollume, mësuse, Vaidja punon, Strihu është e martume edhe punon atje. Teuta e ka kry anglishtën, është magjistër e anglishtës. Me fjallë tjera, disi jam i kënaqur se jam përsëri në kontakt me ta. Kontributin 41 vjeçar të ish mësuesit Sami Haxhi Musa e kishte dekoruar edhe komuna e Ferizajt si shembull i përkushtimit në fushën e arsimit.